Përshëndetje, mirë se vini në Mes Dritë. Edhe sot. Takohemi me energjinë më të mirë, vijojmë të kemi në fakt një mëngjes të vranët, nisur edhe nga dita dje, duke sikur dielli nuk po na buzëqesh let. Urojmë shumë që programi ynë të jetë një arsye më shumë për të shtuar një buzëqeshje në familjen tuaj. Dhe i tillë është ndërtuar për ta mbyllur me numra shpejtësie dhe numra magjie, për ta mbyllur me ëmbëlsi dhe ëmbëlsirë dhe për ta mbyllur me shëndet, me një personazh shumë interesant që kujdeset për shëndetin e saj dhe na tregon sekretin, dhe fundit fare do të jetë një surprizë. Një nga ato personazhe publik që do ta shkund këtë studio sot. Mirë mëngjes dhe miru pafshim. I tha të gjitha. Me lejonit ju përshëndes, Alma, mirë se vjen në shtëpinë tënde. Ky është një urim kot, totalisht formal, sepse ti je në shtëpinë tënde dhe unë s'kam nevojë të them mirë se vjen, por juve ju them mirë se vini edhe sot në këtë takim të fundit për këtë javë, që praktikisht është java jonë e dytë që ne jemi në Mesdrit, në këtë fashë orari, por që më besoni, kemi punuar shumë, jemi dedikuar shumë, kemi bërë me shumë pasion, shumë dashuri, vetëm që sjellim një emision me një form tjetër, trajt tjetër, ndoshta më arktues dhe zbavitës, siç ka qenë Mes Drita gjatë këtyre 2 javëve. Nuk është se ne do e mbyllim në dhjetor, ne do jemi së bashku deri në korrik. Sezoni televiziv është shumë i gjatë, ajo çfarë ju duhet bëni është pultin e televizorit ta mbani në Vision Plus, jo vetëm kur është Mes Drita. Mos harrojmë që Vision Plus është një televizion kombëtar, është dritarja familjeve shqiptare, edhe mënyrën se si ka vendosur ti serviret publikut e ka bërë që të rrojë gjatë, të jetë në treg dhe të jetë ekrani preferuar i shqiptarëve. Na ndiqni çdo ditë, kana në të premte nga ora 10:05 deri në orën 13 dhe pastaj ndiqni gjithë programacionin që Vision Plus ka menduar për ju. Mos harroni se po duhet ju ngacmoj pak që shumë shpejt në ekranin e Vision Plus rikthehet Albania's Got Talent, një patentë ndërkombëtare, adaptuar edhe një televizion shqiptar më në fund ku i jepet zë, mundësi edhe hapësirë talenteve të reja të përshfaqen. Dhe pastaj kemi atë Femrën VIP që mezi po presim të nisë sezoni i tretë pas 2 sukseseve të jashtëzakonshme. Presim mos të zbulojmë gjithçka, se mendoj që kemi thënë gjithçka për 2 javët e fundit që kemi bërë deri më tani. Unë po dëgjoja me shumë vëmendje muzikën dhe më beso u përhumba për pak, sepse thot Mes Dritë aty ku gjithçka mund të ndodhë. Kështu që teksa muzika na shoqëron, le të presim të zonjën e shtëpisë, ajo që na e bën zap gjithëve. Presim Florencën. Hajde Florenca. Shumë dashuri, shumë dashuri. Florenca. Ta vendosim në mes. Mirëmëngjes. Si e sot? Unë ju thyej këtë monotoninë e bukur që keni ju. Të ngjyrave. Jemi çik të zakon sot. Unë jam për ngjyra. Ti je për ngjyra. Sepse ma lejon mosha. Pra, ja bëjmë një kritik të bukur atyre që na veshin, që duam edhe në ngjyra ja bëjnë që vjen si Florenca, se ndryshe nuk e ndjekim dot energjinë e saj. Ka qenë qielli ai që ka ndikuar, duke marrë parasysh që nuk kanë qenë ditë shumë të mira, temperaturat ranë shumë shpejt, relativisht janë temperatura dhjetori apo fund nëntori, kështu që edhe neve na ndikoi dita, por gjithsesi me mëngë të shkurtra jemi, edhe Alma me mëngë japone apo pa mëngë fare. Dhe urojmë shumë që të mundohemi. Ky është një fustan dimëror, që ta dish. Nga materiali, po krahët jashtë dhe dimëror, hajde ta marrim vesh shumë paradoksale gjithë ato. Është dimëror për Tiranën me lagështirë. Për Tiranën me lagështirë, mirë, dakor. Është shumë bukur se ka elegancë të shkëlqyer. Faleminderit shumë Florenca. Që kujtohesh gjithmonë më komplimentosh. Si ka Belit mi, Beli me ka, Bel Hollë. Me ëmbëlsi për ti kënduar atë këngën. Cilën këngë? Ti moj vajzë Bele Hollë. Kërceje. Po të ma këndoni. Ti këndoje, ti kërceje. Si është? Kënga. Ta vazhdoj këngën? Po si është? Po ma thuaj se vazhdoj. Ti shquesh për këngë. Këndoj, ta këndoj bashkë, se këndoj unë. Jo, nuk kam për të kënduar tani që mëngjes po të themi recetën ose jo, ku e mandon tekstin? Moj vajzë, moj bel. Oh, ju lutem regjia na dikoni. Ta gjej regjia, do të kemi atje. Ta gjej regjia, se gati do jem do kërcej unë për Florencën. Me ëmbëlsirë sot? Po. Do bëjmë një kek me karrota, me arra dhe me tërshër. Do me thënë, baza e brumit është tërshër. Ikim se kemi mundësi të flasim edhe në këtë arenën tonë të gatimit. Shumë karrota, shumë banane, shumë arra, shumë tërshër, mjaltë, vaj ulliri. Dhe gjitha unë i kam shtuar nga pak, që të bëj një mas pak më të madhe, e kam thënë gjithmonë që për shumë vetë. Që të jetë për shumë vetë. Sepse receta i ka me pakic. Jo të gjithë arrin të provojnë gatimet e tua, duhet ta thebi këtu në Vision Plus, po sot do jemi më kujdesu në ndarjen e promocioneve. Tani, çfarë na duhet? Se Syriani është i zënë që në fillim
Çfarë do bëjmë në fillim? Suriana shpejt. Çfarë do bëjmë në fillim? Po të lutem kolege tash mblesh për typën. Po. Sa na kaloj pastaj po. Kaloj se s'ka ngrënë mëngjes. Ne kemi djalin pa mëngjes. Çfarë na duhet Florenca? Për këtë recetë na duhen karotat, banane, siç e tham, ara, tërshërën, pak vaj, mjalt, fryrës, vanilje, qumësht edhe vezë. Receta ka 2 vezë, ju zbatoni recetën që shikoni në ekran, atë recetë që është në një mas që del një kek me mas pak më të vogël, unë i kam shtuar që të bëj një kek me mas pak më të madh. Okej, ja themi edhe publik. Pra me që ne një familje e madhe, një ekip shumë i madh dhe na duhen më shumë vezë dhe më shumë ndoshta sasi. Jo, gjithmonë kur jepet një recetë, nëse në bazë personave që keni në familje, gjithmonë shtoni përbërësit. Okej, mirë. Ka ndonjë... Kaq na duhet. Po, kaq na duhet. Gjithçka e kemi këtu. Ja themi edhe një herë publikut. Po. 2 banane, 2 karota, 2 vezë, 100 gram mjalt, 150 gram qumësht, fryrës, vanilje, 400 gram tërshër, 200 gram ara, sheqer pluhur për dekor, pra në fund, për t'i dhënë atë shiun e të borës. Në këtë rast, nuk kemi mielin ola që përdorim për ëmbëlsira, për gatimet të ndryshme, do përdorim tërshërën tonë, të cilën do t'a zbusim me qumshin që kemi në recetë. Po sigurisht, zonjat mund t'a përgatisin edhe nëse duan t'a zvendësojnë tërshërën. Po, tërshërën t'a zvendësojnë me mielin ola, me ato që ka dhe fryrësin, por edhe shijen e vaniljes. Po, pa tjetër. E zidhëm. Ndërkohë, Surian, ke ndërmend të konsumosh edhe pak mëngjes, apo do të vazhdojmë? Jo, mund të... Po ku ti flet kështu? Janë nga i nati almës? Edhe 2 arë. Shënoj Florenca që ka ngrënë 2 arë. Edhe nga i nati gjithë atyre që janë një mendje me almën. Po, që më kanë i natë. Që më kanë i natë. Fillo. Ja. Fillo tani, 1. Shënojni në minus të në vendare që po. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nisim nga puna. Do fillim nga puna, filloj, do hedhim vezët. Do hedhim vezët, nuk kam marrë fillonin. Pra ti, sa po ndikove tek ajo pesha finale e arrave. Jo, me do ta zvoglojmë pak. 200 gram arra ju. Sa gram arra hëngër ti? Janë gjysmë kilogrami. Po vazhdove kështu, do dali një kek i plot ky. Jo. Do dali 3 çere keku. Nuk ndihet, jo, leti haj. Flet Florenca. Do bëf të mirë. Çfarë po mundosh bësh? Do bëf të mirë. Çfarë po mundosh bësh? Po mundojmë të marr Florencën. Po mundosh të fuzësh sherr me Florencën. Do hedhim mjaltin. Po do më fuz sherr me ty, ë? Jo, po s'ka shanse. Po se Florenca është e imja. Florenca ti e imja apo Surian? Jo, është e imja. E të dyve, jo, po nuk bëj. Jo, shikon, nuk bëj ndarje unë. Florenca duhet ta ndash, mendoj unë, ti. Jo, nuk bëj ndarje. Po thuaj ti më mirë, që ta marrin vesh gjithë. Po. Po, nuk ka ndërmend ta ndaj Florenca. Nuk e ndaj. Po nuk ndaj një peshore gjë seriozisht e ke edhe ti tani. Vërtet janë peshore, po nuk ndaj njerëzit, nuk ndaj masat, nuk ndaj këto objektet. Por jo njerëzit. Jo njerëzit. Nuk ndaj peshën e secilit produkt. Po jo njerëzit, jo. Surian thjesht do të lëndoj ty. Jo, unë mendoj që s'do të lëndoj ty, unë mendoj që unë dhe Florenca... Po çfarë arsye ka që ta lëndoj? Se s'ka ndonjë arsye. Po ai do që ti jesh vetëm e ti, unë dua që ti jesh vetëm e imja. Edhe publiku e lëm pa gjë. Njerëz të dashur është bërë ky popull shumë egoist. Ai duan gjitha gjërat vetëm për vete. Vetëm për vete. Po na lëja më unë ja për shembull gjysmën e arrës ta jep ty, ja unë ndaj. Ti gjysmë, më fal, gjysma orarit punës shkoj duke ngrënë sot, kështu që nuk e kuptoj. Prandaj përzihem vezët me mjaltin, ë? Ose do kërcejme, do kemi numra shpejtësie, duhet energji, kështu ke shumë të drejtë. Kjo receta bëhet shumë shpejt, ju keni shumë të drejtë, ju keni shumë të drejtë që të bëni kështu, që të zgjasi pak. Florenca, urdhëro zemër. E di si jemi ne, se ata sigur ke 2 fëmijë të pabindur në kuzhinë. Po, vërtet. Rëmuja xhing. Pra ata fëmijë që kur fillon të gatuar do t'i dërgosh të luajnë. Po, atje nga ata fëmijët e vegjël që po rriten adoleshent. Adoleshent ashtu jemi? Po. Çfarë po kërkon syri? Çfarë të haj tjetër? Çfarë po merr? Koslu. Po vion me kos. Kam ide do përgatisim një gjest të plot. Po, shumë mirë. Kam besim tek ty. Vetëm 2, edhe 2. Do luk. Ara, se lukën e marr vetë. Edhe 2 ara. Po merr më dhe 4. 4, 1, 2, 3, 4. Të pas. Shikoj sa mirë. Se do të shajnë pastaj. Si bën me shpirtit vet. I bën, po ai atë ka përgjë nga dita 1. E di pse. Gjeste për veten, po kujdeset shumë. Edhe është gjë e mirë. Po është gjë shumë e mirë. E dini pse? Nëna e vet duhet të jetë krenare. Sepse ne bëjmë emision dhe
flasin për shëndet. Do pak mjaltë syri se shkon shumë. Çfarë lexon? Do mjalt. Unë çfarë lexoj, gjithçka për shëndetin. Gjithçka për Dëgjoj shumë mirë të ftuarit që kemi këtu. E di që është mëngjes shumë i mirë. Po, këtë desha të them dhe unë, këtë po thoja që ne vërtet flasim për shëndet dhe her pas here përmes sigurisht specialistëve të fushës japim sugjerimet tona për ne jemi të parë që i vëmë në praktikë, që absolutisht po. Kjo është besueshmëria, kështu ndërtohet, vesh të vetmja. Çfarë do të bëj unë për ty? Karoton. Po patjetër që po. Ja këtu, te kjo anë këtu. Vetëm mirë që e kalove karotën te, se për pak e mori dhe karotën syriane. Syriani? Apo si shkon me mëngjesi, nuk i shkon me mëngjesi. Tani tek vezët edhe mjalti, do hedhim karotat. Po unë çfarë bëj diçka? Ti vazhdo ha arra, ha dhe kos. Alma, të lutem se do presësh gishtat. Jo. Di shumë e ta gri karotën. Mëndi në punë. Ja them te karotat jam mirë. Po. Ti mund këndosh mirë. E kupton se janë djemë shqiptar, e kanë jetën vaj. 2 gra që gatuajnë. Shiko, tani sa është këshu djali ri, beqar. Se kanë filluar akoma në punë. Po. Le të bëj qef, Unë prisa që ti ta fusje në punë. Mendori ju që s'kam hallë unë, ti dini t'ju hallët e mia. Çfarë hallësh ke? Mund të thuash se kemi kohë. Popullitar. Sa na grihet karrota, kemi sa kohë. Mund të kemi hallë, po gjithsesi mendja vazhdon. Hallyti vërtet diku do jetë. Hallyti vërtet do jetë sot në fund programit. Po më gjomo, do kemi një sfidë shumë interesante. Të lutem mos ma vështirësoni jetën, mjaft të vështirë e kam. Si individi vetëm në një metropol të madh, të lutem. Po. Vetëm kaq. Tirana unë di si New Yorku me këtë që tha. Gjithsesi, përpos hallave që populli shqiptar kanë përgjithësi, sepse ne një popull. Hajde do bësh karotën e radhës, po hajde. Në mendjen time vetëm një këngë luhet. Është një bil në fshatin ton për një vashaj. Shoku Bujar Çamili tjeti. Kush? Shoku Bujar Çamili. Po, Bujarin shok e kam. Po, prandaj tash. E keni jetën këngë valla. E vërtet është. Edhe një xhiron shirok. Në fakt shkodranët e kanë shpirtin që flit. Ta kenë se tatuan shpirtin, po të vit gri karotën. E bën ai. Hajde. Mbarova me karotën. Po mbarova. Më tjetrën tani. Jo, Florenca, jo, do ta bëj Syriani. Hajde Syrian. O s'di unë më. Dire se e bëjon. Nuk di të grishin karotë? E di bëjon. Po e bëjon. Bënin qik muhabet jo të dy. Pam. Po. Ua, Florenca. Unë e bas kam gri karotën të rritën gabim? Gjysore, mendon Alma që kemi gjithë ditën. Mbaroj karota për 3 sekonda. Florenca. Po çka asun kur nis emisioni unë duhet të shoh ty? Ç'më duhet fjalët mua? Shi mbaroj 3 sekonda. Sa më deshën mua 5 minuta për një karotë. Gjysë dite. Ti vjo, ushe vetë. Syrianit do t'i japim tani të mbledhin që këto, mbeturinat këtu. Po, për atë, procesin e pastrimit mund t'a bëju, me shumë dëshirë. Sistemim, pastrim për shtëpit tuaja, kjo djalë vjen vetëm për 10 Po, bëje pak më reklam. Sistemim 9.99 euro. Higjienizim, ky djalë vjen tek ju vetëm për 10 euro. Por keni parasysh që Vision Plus mban komision. Ja ta largojmë dhe këtë. Numri i telefonit është numri ku mund ta rezervoni Syriani se ka disa ditë zona në javën që vjen. Syriani o djalë shumbullor. Alma. Më duket se na erdhi një vizitor. Shkoj ta marr? Unë them shkoj ta marr, do shkoj të marr këtë prisni. Ja të shplej pak duart. Ti shplej duart dhe po përgatitemi për të prikur mikun e ri. Uroj shumë që Syriani ta kap se ai është më shpejt se Syriani. Dhe të shohim kush është miku i te, tregojmë publikut se ne kemi shumë të dashur Vision Plus. Më duket është duke ardhur, uroj t'jen duke ardhur të dy. Kemi një mik 4 po trosh. Nuk vjen? Nuk vjen? Nuk e more? Po dhe një punë që të dham nuk e të qove dhe në fund më Syrian. Po ati sa largiku? Edhe thash e i vrapon më shumë se ti. Po, shkoj nga brylja me. është më i shpejt se Syriani. E shikoj çdo mëngjes edhe si. Uj, kemi në këtë studio apo duhet gjetë diçka tjetër? Se kush do uj? Unë. E kemi bërë të shtëpi Syrian. Të lutem, mundohu të ndihmosh pak Florencën në këtë. Florenca. Hajde Syrian. Hajde. Florenca. Hajde këtu. Po, unë mendoj se ka ardhur e përdor karotën shpesh në gatimet e tua? Po, e përdor. Jo vetëm në ëmbëlsirë, se karota... Jo, në supë, në gatime të ndryshme, edhe byrek me karota ka. Po, e di, çfarë ti për karotën?
Për Që çfarë zakonisht? është për shëndetin e njeriut është shumë e rëndësishme për shikimin, për sy. Dëgjove syri? Për syri, për sy. Është karota është për ty. Gjithashtu, karota shumë e mirë për shëndetin oral, pra më sigur që gazetarët e Mesdritës kanë përgatitur një insert i cili shpjegon benefitet e karotës dhe pse duhet ta kemi pjesë regjimit tonë ushqimor. Ndjekim insertin dhe mësojmë prej tij. Karota. E njohur që në lashtësi, karota nuk është thjesht një perime shishme, është një bombë ushqyesish që vjen nga toka dhe tryezës tonë. Plot me beta-karoten që trupi ynë e kthen në vitamina A, karota ndihmon në përmirësimin e shikimit, sidomos në errësirë. Karotat janë gjithashtu të mbushura me fibra, pak kalori dhe shumë shije. Mund të janë të gjalla, të gatuara në sallatra, supë ose edhe si snacks të shëndetshëm gjatë ditës. Dhe po, karota nuk është vetëm për lepurushët. Karota në fillim ka qenë e bardhë. Ngjyra portokalli u bë e zakonshme në shekullin e 17 në Hollandë, përder të familjes së mbretërore. Nëse dëshironi më shumë ngjyra në pjatë, karota shumë ngjyrëshe janë një opsion fantastik. Pra herën tjetër që të keni nevojë për diçka të shëndetshme, të shijshme dhe me ngjyra pozitive, kujtohuni për karotën, sepse ndonjëherë ngjyrat më të thjeshta janë më të mira. Jemi sërish bashkë në të tretë vetmuar panojnë, por gati për të treguar se çfarë ka ndodhur me recetën. Ku jemi, Florenca, për t'ia thënë edhe një herë zonjave që po ndjekin? Po, patjetër. Përgatitëm vezët, i rahën, edhe i hodhëm mjaltin. Dhe mjalti pasi u shkri me vezët, u bë e një trajtshme, hodha karotat, hodha bananet, hodha fyrsin, hodha vaniljen, hodha edhe vaj. Tani jemi gati në momentin që të hedhim të shërën edhe qumshin. Hedhim të shërën, hedhim edhe qumshin. Pra, ky kek nuk ka miell, por ju zonja të nderuara që na ndiqni, mund ta bëni edhe me miell. Nëse zvendësoj me miell, dhe kjo është pyetja ime, besoj dhe zonjat mbas se mendojnë njësoj, ne hedhim të njëjtën ses si mielli që po hedhim tërshër, apo do të hedhim 300 deri në 350, jo më shumë. Jo më tepër. Okej, aq na duhet për ta realizuar. Tani ky kek do qëndroj pak kështu që të aktivizohen copat e të shërës, edhe të thithin të gjithë lëngjet dhe t'jemi gati për t'a shtruar pastaj në tavë dhe për t'a futur në furrë. Kaq i thjesht dhe kaq i mirë ishte ky kek. Sa minuta? Një mendje kur e mendon, një mendje. Prandaj funksionojmë si dyshe televizive. Një peshore dhe një gapore. 30-35 minuta për të bërë ky kek. Okej. Por në fillimisht do disa minuta këtu, deri në 7-10 minuta, të qëndroj aty deri sa të shëra të thithi të gjithë lëngjet që janë aty. Ti na dhe gjithë energjinë e duhur, spirani pak më tepër se unë, se ju e pat që konsumoj dhe mëngjes, për të bërë tashe theme. Do bëjmë tashe theme? Teksa konsumojmë 2, 3, 4, 6 ara që Florenca ruajti vetëm për mua, po vetëm për mua, ne ndjekim një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi për të folur për showbiz. Florenca! Sa po folin për alergjit me zonjën Gjevrea. Dhe ne kemi bërë një test alergjie sot. Ti e ke bërë dhe më herët. Teksa konsumove arra, nuk pata asnjë reagim. Jo, sepse ndoshta një nga alergjit më të shpeshta, ku paktën incidenca i ndjehet më shpesh, është alergjit nga nuts, i thonë amerikanë, pra nga arrat, bajamet, lajthit, por dukshëm unë nuk kam asnjërin prej këtyre alergjive. Duket sikur receta jon është gati për të futur në furrë. Gjithë ngjyra. Si sa të mbare ke bërë këtë djalë? Po. 2 javë. 2 javë. 2 javë punë. Imagjinoj që do bëjë në muajin e dytë. Në muajin e dytë në përfundim. Ti mendon që do bërë deri në korrik? Je një mjeshtër kuzhine. Një mjeshtër kuzhine, dhe do nis ndoshta në një moment saktuar tjetër punë në një restorant me 3 yje Michelin. Tani me sa grad do e pjekim dhe për sa minuta? Me 200 gradë dhe për 30-35 minuta keku jonë është gati. Përpara se të vijojmë. Po. Je lumtur me këtë ditë sot?
Se më duket se po të shikoj këtë dorë shtrëngimi. Që po rri kështu. Të duart kryq kështu. Jo, është një pozicion shumë i rehatshëm dhe të duket vetja shumë me këmbë në tokë. Okej. Bazamendi është i fortë. Më sim kë. Syriani, fillojmë nga puna. Po. Fillojmë nga puna e vendosim. Unë e hap Syriani. Keni ndryshuar rolet, pra do t'jegër Syrianin. Kujdes. Nuk dua ta shikoj të digjet. Asnjëherë. Do ta lëm aty të piqet për 30-35 minuta dhe pastaj. Si mendon, do bëhemi bujar sot që kekun ta ndajmë edhe me të ftuarit? Po, patjetër. Nëse do jenë në momentin që ne do ta shërbejmë, do ta tregojmë, patjetër. Konsiderohet keku që ne përgatitëm sot i shëndetshëm? Patjetër, sepse ka tërshër, ka karrota, ka banane, ka vezë, vezët e dim që janë shumë të shëndetshme, ka mjalt, super një ëmbëlsues natyral, për mos shkuar tek sheqeri. Edhe ka dhe dashurin e Florencës, është ingredienti kryesor. E di pse pyet sepse e ftuara që do na bashkohet për pak në studio ja ka dedikuar totalisht jetën e saj sportit, disiplinës, për kujdesit për tempullin më të shenjtë që njeriu ka, që praktikisht është trupi ynë, dhe prandaj të pyeta, mos ndoshta në fund të bisedës mund të shpërlasim me një copë. Besoj se po, se ajo çdo ditë shkon 5 orë në palestër, kështu që me siguri këtë kekun e djeg që në minutat e para. Ikim në publicitet, kthehemi vetëm pas pak, mos u largoni. Do e ndihmosh mamin për drekën ti? Mirë! Ja, jemi sërish së bashku. Dhe keku me karrot është gati. Gati, sa i bukur, si petkë dëbore. Na mungon një copë se... E hëngri Dorina Mema. Po, e hëngri Dorina Mema. Le ta zbulojmë tani, si ishte e shëndetshme, Dorina s'mund t'i ikse pa një qërasje nga ne ose shtëpi që jemi me zakone, dhe nojt pak më parë duhet i kishim dhënë një qërasje, nuk e bëm. Mënd për herë tjetër, do të kemi kastile ushqim për nojnë. Po, do e dedikojmë sepse ajo është pjesë e familjes, që sigurisht do e mundsojmë dhe këtë, në momentin që nojnë në bashkohet dhe njëherë, do i ketë gjitha gati. Rikujtojmë dhe njëherë që kemi bërë shpejt e shpejt? Hajde t'ja themi dhe publikut recetën edhe njëherë. Recetën, po. Kemi 2 karota, 2 banane, 400 gram tërshër, 200 gram arra, vanilje, mjalt, vaj, edhe... Të gjitha i ka thënë, të gjitha i ka thënë. Edhe 4 kokra ka receta, po ne kemi edhur 4 kokra. Mirë. Sa të lumë shënduart. Faleminderit. Emri i recetës për sot, se nuk mund të ikim kështu, pa një emër. Kjo recetë është emri i vajzës time Sara. Sara, takzoj emrin... Tu bëfta mami për Sara. Tu bëfta mami tymi Sara. Sa mami të mirë që kemi Sara. Që të përmëndër kohësni Sara. Mirë, ne do kemi mundësi Florenca të lumë shënduar. Ne do t'i falenderojmë fëmijët e tu që të ndajnë ty me ne. Faleminderit. Do t'i falenderojmë shumë. Florenca, faleminderit shumë. Bashkë do shihemi ditën e hënë me recetën e radhës. Po, patjetër. Pusho në fundjavë mos gatësh. Shijoje fundjavën. Patjetër. Dhe faleminderit që na gatuan dhe na mban me të mira. Patjetër. Faleminderit dhe ju që më keni pranuar në mesin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.